Mjedisor, përfaqësuesi institucionesh dhe media u mblodhën në Vlorë në kuadër të projektit Palmanka. Zonat e mbrojtura kanë rëndësi, financuar nga Bashkimi Evropian me synim forcimin e mbrojtjes së biodiversitetit dhe përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura si në Nart, Llogara dhe Butrin. Projekti parashikon analizë ligjore, monitorim terren, trajnime dhe përdorim të mjeteve digjitale për të rritur përgjegjësinë institucionale dhe informimin e publikut. Në plan afatgjat synohet bashkëpunimi i fortë mes institucioneve, organizatave dhe komuniteteve lokale, në mënyrë që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm dhe në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, në Tryez u ngrit një pyetje thelbësore: apo reagojnë ambientalistët me vonesë, ndërkohë që ligji për zonat e mbrojtura ka ndryshuar dhe investitorët strategjik por përzgjedhin territoret për projekte të mëdha turistike. Në takim ishin të pranishëm Olsinika nga Eko Albania, i cili theksoi nevojën për mbrojtje aktive dhe reagim në kohë ndaj çdo cënimi. Ky është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, që në fakt si fokus dhe si qëllim kryesor ka evidentimin e rëndësisë që kanë zonat e mbrojtura mjedisore në Shqipëri. Edhe vetë emri i projektit është zonat e mbrojtura kanë rëndësi. Dhe të gjendur përballë zhvillimeve të fundit, sidomos të 5 vjeçarit të fundit, kur një sër ndryshimesh ka ndodhur në rrjetin e zonave të mbrojtura, që nga procesi i rishikimit të kufive, rizonimit, ndryshimit të statusit të disa zonave deri tek ndryshimi i vetë ligjit për zonat e mbrojtura. Të gjitha këto kanë konverguar në një pikë kryesore që përmbush edhe vizionin për fat keq të qeverisë, që tenton t'i zhvillojë zonat e mbrojtura dhe t'i hapi ato kundrejt zhvillimit intensiv dhe masiv me qëllim zhvillimin e turizmit. Shumë prej zonave të mbrojtura ne jemi duke i humbur, megjithatë nuk duhet shuar shpresat, e mund e prandaj edhe iniciativa të tilla. Besoj që kanë rëndësi që të paktën të shpëtojmë ato që mund të shpëtojmë, se ajo që ju përmendet është e vërtet, shumë prej zonave janë tashmë të kafshuara, të transformuara për fat të keq. Parku Kombëtar i Butrinit është një nga shembujt më të këqij në këtë aspekt, që ka nisur që me Ksamilin, i cili dikur ishte pjesë e parkut, tashmë nuk është më pjesë e parkut, dhe po ksamilizohet e gjithë hapësira, po themi, breg detare e Parkut Kombëtar të Butrinit, që ka duke vazhduar me pikën e vogël në Hart, e tjerë deri në gjirin e... Pra, flasim për rezortet në Kepin e Stillos, në gjirin e Armurës, ato që njihen si Arameras në kontekstin e kompanive të zhvillimit apo resorteve, dhe patjetër që është sot në ndërmjet të kërcënuarat, pak nga gjithë evidencat dhe analizat që ne kemi bërë, është zona e mbrojtur, peizazhi i mbrojtur Pishporo Nart, që ka nisur për fat të keq kafshimin me ndërtimin e aeroportit të Vlorës, që është në zemër të zonës së mbrojtur, i cili në fakt është edhe një port hyrëse për gjitha zhvillimet që pritet të vinë pas me resortet që fillojnë midis derjes së Shkumbinit e deri në lagunën e Nartë. Avokati Dorian Matia nga Respublika, i njohur për përfaqësimin e çështjeve me interes publik. Lufta ligjore gjithmonë ka rëndësinë e vet parë, ka që nuk është vetëm thjesht për të mbrojtur mjedisin sot për sot, është ideja për të kryer një kulturë e përgjithshme, edhe tek gjyqtarët, edhe tek institucionet shtetërore, kur debatohen çështjet në gjykat, edhe në rast se nuk arrihet dot një suksesi më i hershëm, përsëri domethënë është gjë e mirë që mësohet, gjithë mësojnë nga pak nga procesi. Sigurisht sfida më e madhe, më e vështirë nga gjitha është koha. Koha e zgjatjes së procesit ligjor është shumë e madhe. Por ama deri tani pak disa sfida kanë shkuar me sukses, janë ndërprer shumë investime që kanë pasur një pak vetis, shumë të tjera janë në proces, janë shumë vështira për të luftuar gjitha bashkë. Megjithatë, nuk është ideja vetëm thjesht të fitojmë, por është mos ja dorëzojmë fitoren tavolinës kujt. Duhet gjithmonë të rezistohet. Dhe sa më shumë kohë kalon, aq më shumë shohim që përmirësohet ajo që ne quajmë jurisprudenca në çështje të tilla. Pra gjykata janë gjithmonë më tepër të njohura tashmë me parimet dhe me standardet botërore që ne po i mundohemi të implementojmë në Shqipëri. Si dhe doktoresh Irena Dule, e cila u ndalte legjislacioni aktual, koordinimi institucional, transparenca dhe pjesëmarrja qytetare si element kyç për mbrojtjen reale të territorit. Unë jam Irena Dule, avokate me profesion. Këtë projekt vi si eksperte ligjore për zonat e mbrojtura. Pjesën kuptohet pjesën ligjore të zonave të mbrojtura. Zonat e mbrojtura, siç mund të jeni në dieni, vuajnë shumë që nga 2019 kur vendimet e para filluan të cënonin kufijtë e tyre.
Një pjesë e vendimarrjeve të asaj kohe janë çuar në gjykat, janë sfiduar në rrugë gjyqësore, janë ende në proces. Më pas erdhi ligji për zonat e mbrojtura që i dëmtoi dhe më shumë dhe i vendosi përpara kërcënimeve të resorteve, kështu që takime të kësaj natyre me grupe të vogla që vinë nga terreni dhe njohin kërcënimet reale të zonave të mbrojtura janë patjetër produktive dhe efektive. Dhe takimi i kësaj radhe për këtë projekt ishte në fakt shumë konkret dhe shpresojmë që çështjet që dolën, problematikat që dolën në këtë tryez, të gjejnë një zgjidhje. Takimi në Vlorë i afirmoi rëndësinë e zonave të mbrojtura, por mbetet për tu parë nëse reagimi ligjor dhe institucional do të jetë në kohë përballë zhvillimeve që po afrohen.